pak tek zgjidhja e presidentit, por me lejen tënde do të kaloj pak në GKO se po flet Fatmir Mediu pas seancës për dosjen Gërdeci, do kthehemi një herë me Albinot Melokun. Ministrit Mbrojtjes. Pra them që është një proces që është diktuar politikisht, vazhdon politikisht, u hap në mënyrë të palishme sepse çështja ishte parashkruar dhe vazhdon po në mënyrë të palishme me interpretime dhe prova të cilat nuk kanë asnjë bazë ligjore. Do të shprehet, gjithmonë gjykata do të shprehet. Nuk është vetëm kjo kërkesë, sepse gjithë tonë që u hodh në Gërdeci nga një karrocë. Ne bëmë edhe kërkesën që do ekspertët e Departamentit të Drejtësisë, të cilët kanë bërë vlerësimin e shkaqeve të shpërtimit Gërdec, të thirren. Dhe meqenëse se prokuroria nuk kërkoi të thrasë asnjëherë, dhe pse ka paraqitur aktin e ekspertimit tyre dhe në bazë kodit procedurës penale, duhet bërë pyetja atyre që janë ekspertë e kësaj çështje, ne kontaktuam Departamentin e Drejtësisë. Departamenti i Drejtësisë ra dakord që ekspertët pyeten e merr përsipër, po kërkon që të procedohet në mënyrë ligjore nëpërmjet gjykatës dhe Ministrisë së Drejtësisë. Të njëjtën gjë bëmë edhe me dëshmitarët që unë përmenda më sipër. Kanë dhënë dëshmi nën betim, të cilat prokuroria i shikon si të pavlefshme. Çfarë vendos me atë ish sekretaren e zotit Dumçi? Do thirret sërish apo do lexohen tani? Ne e kërkuam përsëri në fund të seancës që thirret, pyetet dhe thonë që nuk e gjejmë dot. Shteti i fortë, nuk e gjen dot se ku është ish sekretarja Dumçi. Shumë shteti i fortë. Gjejnë çfarë duan, gjejnë çdo lloj detaji për të krijuar probleme, por nuk gjen dot se ku është sekretarja Dumçi. Është e thjeshtë nëse është jashtë, shikojnë Teamsin, nëse është brenda, ka njerëz dhe familjarë që i dinë rrethanat se ku është. Policia e shtetit ka detyrën për të gjetur çdo lloj dëshmitari që kërkon gjykata dhe prokuroria dhe le ta bëj. Sipas jush nuk po gjejnë dot apo dhe po i shmanget dhe dëshmitari i drejtësisë? Anila, unë nuk di ç'të them, sepse gjykimi im është gjithmonë subjektiv në këtë rast. Por nuk ka mundësi që të mos e gjësh. Dhe ju jeni gazetar dhe dini shumë mirë që nëse njëri ka lëvizur jashtë Shqipërisë, do të jetë në rekordet e Teamsit apo jo. Pastaj rrethanat e tjera besoj që shqyrton më mirë, organet e prokurorisë apo BKE-ja apo policia e cila ka detyrë për ditur se ku është qytetari vet. Pavarësisht se kush është ky qytetar, dëshmitar ose jo dëshmitar. Në një shtet që ka qytetar pa adresë, mund ta bëni vlerësimin vet. Faleminderit. Okej, kjo ishte deklarata e Fatmir Mediut.